Këta janë 2 mjekët pediatër që akuzojnë se neglizhuan shëndetin e foshnjës 7 muajshe në Gjirokastër. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Gjirokastër në datë 21 korrik, ku një foshnjë vetëm 7 muajshe është nisur me urgjencë drejt Spitalit Rajonal Omer Nishani, por ka ndruar jetë gjatë rrugës. Policia e Gjirokastrës pas ngjarjes ka nisur një procedim penal ndaj 2 mjekëve pediatër të këtij spitali, Mikel Koti dhe Edmond Kotoni, pasi dyshohet se ka neglizhuar trajtimin mjekësor të foshnjës në 2 raste gjatë muajit korrik. Materialet proceduriale janë referuar në prokurori, e cila ka nisur hetimet për së zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse ka patur neglizhencë në trajtimin e të miturës.